Pas arratisjes së bujshme të Altin Dolçit ditën e djeshme, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve ka ndërmarrë masa të menjëhershme për rritjen e sigurisë në sistemin penitenciar, duke nisur transferimin e disa të dënuarve dhe të paraburgosurve me rrezikshmëri të lartë nga institucioni i ekzekutimit të vendimeve penale në Durrës, drejt burgut të sigurisë së lartë në Fier. Sipas burimeve zyrtare, burgu i Durrësit nuk ka statusin e institucionit të sigurisë së lartë, por funksionon kryesisht si institucion paraburgimi, çka do të thotë se infrastruktura dhe masat e kontrollit nuk janë të përshtatshme për mbajtjen afatgjatë të personave me profil të lartë kriminal apo rrezikshmëri të shtuar. Pikërisht kjo ka shtyrë DPB-n të rivlerësojë situatën pas incidentit të rënd. Transferimet po kryhen në masa të rreta sigurie dhe kanë si qëllim parandalimin e ngjarjeve të ngjashme, si dhe uljen e rrezikut për arratisje apo incidente të tjera brenda institucionit të Durrësit. Burgu i Fierit, i cili klasifikohet si institucion i sigurisë së lartë, disponon strukturë më të fortifikuar, regjim më të ashpër dhe kontroll më të avancuar, duke konsideruar më i përshtatshëm për këtë kategori të burgosurish.